qasje dhe në këtë këndvështrim, sot në Shqipëri funksionojnë dy sisteme, sistemi publik dhe sistemi jo publik, po që janë e mirë kombëtare, dhe që është detyruese. Të dyja sistemet, po sistemi jo publik është më i kontrolluar nga shteti në mënyrë që të mos çedohet. Në qoftë se sistemet jo publike të ofrojnë kurse më shumë apo të ofrojnë laboratore, praktika, modele më bashkohore, kjo nuk do të thotë që sistemi jo publik nuk që sistemi publik nuk ta ofron këtë gjë. Kjo është në kuadër të zgjedhjes që ka çdo individ. Në bazë të kërkesë ofertës, në bazë të nevojave që ka, në bazë të pritshmërive që ka, çdo individ realizon pritshmërinë e tij. Po ne duhet kuptojmë që numri i nxënësve dhe i studentëve që ndjekin universitetin jo publik në raport me universitetin publik është 30% me 70%. Pra, në Shqipëri, ajo që është zëri më i fuqishëm është sistemi publik. Sistemin jo publik e zgjedhin ata të cilët kanë pritshmëri të tjera, kanë nevojë të tjera, kanë dhe kushte për të bërë pagesa, megjithëse po t'i shohim edhe sistemi publik i sistemit të arsimit të lartë ka pothuajse një kuotë të caktuar, detyruese që duhet ta realizojë studenti. Kjo varet në nevojën dhe orientimin që ka ai. Çdo universitet bën politikën e tij dhe çdo universitet thotë që unë jam më i miri pasi niset nga vetja e parë.